Përshëndetje, mirë se keni ardhur në një video time. Sot është e diel edhe ju pata lajmëruar që ditën e diel do dilnim diku dhe jemi duke shkuar. T'ju tregoj pak outfitin, është një outfit shumë bazik, sepse u vendos në momentin e fundit se ku do iknim, se po mendonim një herë jo ande jo këtej. Kam veshur këta që është si këmishtovë gjinset dhe atletet e zeza. Make-upin do t'a bëj në makinë dhe tani jam duke marrë karrocën e Zoit, ta fus në makinë edhe do nisemi. Jemi 3 çifte. 2 nga ato janë me beba të vegjël dhe kështu. U nisëm! Asnjë gjë nuk kemi bler deri tani. Asnjë gjë nuk na ka pëlqyer. Edhe shikojmë tani. Do futemi edhe tek Adidasi. Se di do i marrim këto patatet e famshme hollandeze, ti provojmë një herë. Nuk e di. Përshëndetje nga shtëpia, sepse ne erdhëm në shtëpi edhe unë sapo kam bërë një dush. Shikoni,
Aq e kam qarë sa nuk e keni iden. U bëj gjak dynjaja, nejse. Bëra një dush, edhe me qenë se zojnë e zuri gjumi sepse u loth rrugës. Edhe shqyqyr e kam larë banjon, se me këte gishtin kështu nuk e dini se do ta laja dot. Se di pse që pati u mbyll video vetë. Si që po të regoja me këte gishtin, nuk e dini se do ta laja dot, tani kam vetëm vaskën. Gjithsesi, të madhen e kam larë. Mua bej tjetër ky. Si që pat, unë sot isha në Holland, tek ai outleti që është në Holland, më shumë edhe për të bërë një xhiro. Hajt ikim, se nuk po vendosnim nga të iknim, dhe shkuam atje, menduam se mund të kishte ulje apo diçka, edhe pse paka shumë e dinim që nuk është se do kishte ndonjë ulje apo që do prit. Edhe shu ishte, nuk ishte ulje. Vetëm tek Nike kishte ulje, por as atje nuk e se më pëlqeu diçka, nuk na pëlqeu gjë. Nuk e di, okej, e flas për këto u futëm do me thënë te Guess, te Nike, te ku di unë, te Michael Kors, te Levi's, te këto markat, kështu që tani normalisht në banë edhe xhepi, sepse edhe markat shumë shtrenjta nuk është se shkojnë të shikojnë dot, se do thoni ju, nëse shkon të ato, normalisht do të pëlqejë diçka, është tem tjetër kjo. Por te këto, nuk është e them ndonjëherë që të blejmë diçka, sepse thjesht ka emrin, nëse nuk na pëlqen, të kushtoj sa të doja, jo, nuk më pëlqen. Edhe si përfundim, nuk morëm asnjë gjë. Okej, dolëm, ishte kohë e mirë, shqyr edhe Zoe u kënaq jashtë mase, edhe hëngrëm patate, si që patate të skuqura, frites pomes, edhe pastaj kaq u kthyem. Bëm atë xhiron duke i parë pothuajse se dyqanet nuk mbarojnë, hym në disa, edhe kaq. Tani erdha në shtëpi, vura Zoin në gjumë, direkte se kam marrë asnjë gjë s'kam bërë. Punët sot i kam bërë që mëngjeset, jam çuar herët, edhe mbajti liri Zoin sepse unë po bëja punët. Tani vetëm normalisht do thaj banjon edhe këtë, edhe kam për të bërë disa foto të disa rrobave që do i publikoj në vitet, edhe pastaj kaq. S'kam ndonjë gjë interesante për të bërë, se normalisht darka tani do flem gjumë. Edhe kjo ishte dita ime sot, jo në mëngjes, në shtëpi me punët, pastaj dolëm edhe ato që keni parë ju aty. Kam bërë edhe foto të bukura, mendoj, të lezetshme, hajtme, edhe mendoj t'i publikoj në Instagram. Sonte nuk e di nëse do mundem, por nesër, nuk e di ju a thash në fillim të videos, sot është e diel, kështu që i bie nëse unë video normalisht nesër do ta hedh, që është e hënë, edhe fotot mendoj ndoshta nesër, po, besoj se nesër. Tani, mos harroni të më bëni like, share, subscribe, edhe se do shifimi në video të tjera, do kemi një video të lezetshme, mendoj nga fundjava, besoj të shohim, se kemi në plan diçka, por nuk po e tregoj pa e bërë akoma, edhe prandaj, kështu që më bëni subscribe, mos harroni se e shoh këtu që vini. Ju përshëndes edhe faleminderit për ato që më kanë bërë subscribe, për like-et, për çdo gjë.